Ndryshe nuk arrin dot që të mbulohen ato, së Nuk pari arrin dot, ne nuk kërkojmë asgjë, të paktën duam të dimë një gjë, funksionon shteti këtu te ne apo jo, funksionojnë sindikatat këtu te ne apo jo. Të mblidhen morbur 5 veta të shikojnë këto, japi të bredhin në këto pikat e shumicës dhe të shikojnë, japin fermerit çmim, sot është kaq lek, më leverdis mua të vjel apo mos të vjel, ta lë ta prish. Sa sipërfaqe sera keni? Ne po dalim nën kosto. Sa është sipërfaqja që ju keni e luleshtrydheve? Unë personalisht nuk kam shumë, kam rreth 3 yllim, po bashkë me gjithë njerëzit e mi këtu kemi 2 hektar. 2 hektar. Ndërkohë askush nuk është interesuar nga ju në raport me situatën qoftë Ministria e Bujqësisë apo përfaqësuesit konkret? Jo, asnjë, po që personat të shtetit asnjë këtu te ne as nuk e ka vënë njeri ujin dorën në zjarr apo ujin në zjarr si i thon. Fare. Ndaç nga ata që janë përmbytur, ne desh zoti nuk jemi përmbytur se kemi serat nga ana e lartë me autostradës, me fjalë nga ana nuk na zuri lumi, por edhe me ftoma dhe çdo gjë që është bërë ose edhe nga ata që janë përmbytur, asnjë institucion këtu te ne nuk ka vënë dorën në zjarr fare. Ose kanë ardhur ato momente sa për të mbyllur gojën njerëzve dhe janë ikur dhe nuk kanë si fantazma, nuk janë kthyer më. Dhe kur kanë ardhur çfarë kanë thënë apo asgjë konkrete? Po hiç asgjë konkrete, vetëm me fjalë të ngrohta, do t'ju vlerësojmë, do t'ju bëjmë dhe asgjë. Ndërkohë ju keni zhvilluar një protestë, do të vjoni të bëni të tilla rezistenca në vijim me shpresën se diçka do ndryshojë? Ne do vijojmë të bëjmë të tilla protesta, po na lejoj shteti, po na lejoj policia. Se çfarë ka ndodhur me policinë? Po s'ka ndodhur asgjë, thjesht shkoma atje për të bërë atë protestën tonë gjysmore, donin të zinim rrugën në shenjë proteste, edhe thanë që ju nëse do bëni protestë shkoni direkt në burg. Ne jemi të pafuqishëm kundër shtetit, i dalim shtetit përpara. Qartë, po mirë, që nga momenti kur këto ndryshime kanë pësuar, këto çmime kanë pësuar ndryshime, ju nuk keni përpjekur që të zhvilloni një diskutim me Ministrinë e Bujqësisë apo me përfaqësues të tillë që mund të rregullojnë diçka në raport me pikat grumbulluese? Kush ka qenë më zotri, asnjë, po unë thash edhe një herë, asnjë nga shteti dhe asnjë nuk është dukur këtu te ne që të çaj hallin me ne. Asnjë nuk është dukur në Ministri i Bujqësisë. Ministri i Bujqësisë shikon kush bën gjëra më të tjera edhe nuk po vë dorën zjarr asgjë. Asnjëri këtu te neve fare. E ne zëre se nuk ekzistojnë fare. Populli për ata të mëdhenj këtu te ne zëre se nuk ekzistojmë neve. Nuk e vë ujin zjarr. Kuptoj. Meta, cili është reagimi juaj në raport me këtë situatë edhe në të tilla të ngjashme? Në situata të tilla ky nuk është vetëm problemi luleshtrydhësh, është i gjithë frutaperimeve, të cilët kur e dorëzojnë produktin tek pikat e grumbullimit, është problemi i madh sepse nuk marrin asnjëherë faturë të VSH. Domethënë këtu duhet zbatohet ligji nga Ministria e Financave që të kontrollojë pikat e grumbullimit. Në momentin që dorëzohet produkti duhet marrë faturën të VSH me çmimin. Se përndryshe, domethënë ata e marrin me një çmim, e marrin pa çmim sot, ulin çmimin ditën tjetër, ky është njëri nga problemet. Problemi tjetër, çmimi i produkteve bujqësore është kërkesë ofertë. Në këto situata duhet ndërhyj është subvencionimi, ai që e balancon fermerin me çmimin e ulët. Domethënë që fermeri mos të ketë që të ardhurat që të mbjellë përsëri vitin tjetër. Është pjesë e subvencionimit që duhet shkojë, por edhe strukturat e shtetit që duhet kontrollojnë. Ky është, edhe ne kemi zhvilluar një protestë në fshatin Samatic, jo më larg se para 10 ditëve, pikërisht për pjesën e faturave të TVSH-s. Në moment që dorëzohet produkti, duhet të marrë faturën e TVSH-s, që fermeri të dalë nga pika e grumbullimit me faturë TVSH me çmimi real që jepet atë ditë. Troka, çfarë kishi për të shtuar se vura re që u përpoq disa herë të bëni ndërhyrje?